Muajt po kaluajnë e Ministria e Mjedisit ende nuk dha përgjigje për ligjshmërinë e vendimit për revidimin e zonave 1 dhe 8 të qytetit në Ferizaj. Ministri i kësaj ministrie Ferit Agani tha se është i njoftuar me këtë çështje, por vonesat sipas tij po ndodhin për shkak të disa problemeve juridike, të cilat ende nuk kanë marrë zgjidhje. Agani tha se procesi i revidimit të planeve rregullative do të bëhet me hartimin e planit zhvillimor dhe hartave zonale. Ndoshta probleme në fund do të kërkojnë ndonjë zgjidhje në instanca gjyqësore së fundi, por ajo që unë dua ta them dhe që është me rëndësi është se Ministria e ka siguruar mekanizmin për tejkalimin e këtij problemi nëpërmjet miratimit të udhëzimit administrativ për hartimin e hartës zonale të komunave të Kosovës, por këtë rast të Ferizajt. Komuna i ka filluar procedurat e nxjerrjes së përpilimit të kësaj harte zonale dhe me këtë hartë zonale do të tejkalohen vështirësitë aktuale të cilat ekzistojnë në këtë aspekt, edhe sa i përket këtyre planeve rregullative të këtyre dy zonave 1 dhe 8. A mund të bëhen harta zonale pa plan zhvillimor? Paralelisht po realizohet. Se ligji thot pas 7 muajsh. Po, shiqoni, plani zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal i komunës është në fuqi deri në nxjerrjen e planit të ri zhvillimor të komunës. Që i bjen që puna në harta zonale mund të vazhdoj, janë disa parakushte tjera të cilat duhet plotësuar dhe që komuna është ka i plotëson, por nuk ka arsye që të ndalemi në këtë proces. Komuna ka vendosur që paralel të filloj punën edhe në planin e ri zhvillimor të komunës, pra që të shfrytëzoj kohën në mënyrë që të siguroj koherencë ndërmjet këtyre dy instrumenteve shumë të rëndësishme të planifikimit hapësinor dhe zhvillimit ekonomik, që mendoj që është një zgjidhje e drejtë, por uroj që ky proces të kryhet sa më shpejt. Derisa komunarët ende nuk kanë marrë përgjigje përndimtare nga ministria, ata që po vuajnë nga kjo vonesë janë firmat të cilave u ndalën punimet të ndërtesave në këtë zona, ndërsa komuna, pavarësisht vendimit të ri të marrë në shkurt të vitit të kaluar, po vazhdon të jep leje me planin e vjetër.